Valon, Po, s'u si e kalon ditën ti? Prej në mëngjes deri në gjumë. Mramje. Po. Po, ashtu në si zakonisht, domethënë namazin e sabajit e falin në shtëpi. Po. Domethënë sepse nuk kam mundësi me dalë xhami me fal. Po. Mbi prap flaj, çona domethënë mëngjes e hajnë mëngjesin e pini kafe. Çdo mas mëngjesit, pastaj vjen domethënë një shok, një vëlla, domethënë aty një vëlla musliman, dal me to e fali drekën, edhe nëse ka kohë e pi një kafe me to, se jo takona me atë xhamis, e pi një kafe që të ofër xhamis, kthehena në shtëpi. Pastaj domethënë rrit te shtëpia, nëse du diçka me përsërit në Kur'an, në sen, kapak ose në çoj diçka në YouTube, hi ngoj domethënë për shkencë, në sen, për mjeksi diçka, domethënë se ma e kam qef domethënë këtë ndërtimin e mjekësisë. Pastaj vjen namazi i ikindis, e fali ikindin në shtëpi, ose nëse më thirr domethënë e kush pi shokëve me fali ikindin në xhami dal, e ha domethënë tana çat drekën që e kena të shtëpia mas ikindis. Rri përgatitna për namaz të akşamit. Për namaz të akşamit, domethënë i kam 3-4 shok, njëri prej tyre pa u lëmu me dal, domethënë çare nuk ka. Dalë falë akşamin, prapë pi edhe një kafe mas namazit të akşamit. Rrin janë 40 minuta, një orë me ato. Të na kthejnë në shtëpi, prapë për jaci dal me ne një shok, edhe ose kthejnë në shtëpi, ose dal tana më thirrën, ose ne edhe një djalë i daj, ose më thirr, ose ne kush çaj shoku dalim, ja bëjnë një xhiro me kerr, shëtitëm ka gjysore një orë, ose rrim që aty në mahall, blejmë një send, një fara, një sok, diçka para derës, shty bëjmë pak mohabet, edhe kthejnë në shtëpi. Jam të po trupin pak herën e kaluar se ke pas mos miresh me fitness. Pa, sona ka pak kam qef mu marr, kam qef, po për momentin nuk jam të u marr, domethënë po her pas here aktivizona, ushtroj ka pak fitness, e du domethënë sportin. Qëllimi jam ka qenë me regjistru fakultetin e edukatës fizike, po për shkak pengesës syve s'm kam. S'ke mujt, po. Jam ndërtu tjetër ka. Ligjërata dëgjon hoxhallarëve dersi. Po, dëgjoj ligjërata her pas here, domethënë ose ndoshta ka natë që nuk pushtoj pa ndëgju kanë ligjërat. Hoxhallarët nuk e kam, domethënë veç një hoxh, pasi unë mas një hoxhe, po përgjithësi, pikë do hoxhallarë, domethënë qoft anës juaj, qoft anës ton, përzi domethënë ligjëratat ngoj pjogjës e Nisramës, pjogjës Bekir, pjogjës Irfan, pjogjës Shevqet, që ty domethënë që janë njëjtën, përgjithësi. Gjatë studimeve kanë qëndruar edhe në Tetov edhe në Shkup. Po. Cili qytet ka pëlqyer më shumë? Vallai besonom, tash unë pëlqen të dytë, ama për shembull ka Tetova më ngre zemra më tepër. Sot që s'm kalu më mirë edhe në Shkup, ku e di me dëgjush në Tetov, edhe fakultetit që aty edhe i kena pas do sandviç famshëm në Furkanin që hajshin të mos mi përmend. Sandviçat që ka i got Tetova.